Një zhvillim i rënd ka tronditur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe Meksikës, pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka ngritur akuza ndaj guvernatorit të shtetit Sinaloa, Ruben Rocha, si dhe 9 zyrtarëve të tjerë për lidhje të dyshuara me kartelin famkeq të drogës, Sinaloa. Sipas autoriteteve amerikane, zyrtarët akuzohen se kanë bashkëpunuar me drejtuesit e kartelit për të trafikuar sasi të mëdha narkotikësh drejt territorit amerikan. Në këmbim, ata dyshohet se kanë përfituar rishfete dhe mbështetje politike, duke krijuar një rrjet të fortë lidhjesh mes krimit të organizuar dhe politikës. Ky rast përfaqëson një përshkallëzim të fortë të luftës së SBA kundër karteleve të drogës, duke zhvendosur fokusin jo vetëm tek krerët e krimit, por edhe tek politikanët që dyshohet se i mbrojnë ata. Akuza ndaj Rochës përbën gjithashtu një sfidë serioze për presidentin e Meksikës, Claudia Sheinbaum, pasi të dy janë pjesë e së njëjtës forcë politike në pushtet. Nga ana e tij, guvernatori i ka mohuar kategorikisht akuzat, duke i cilësuar ato si një sulm ndaj qeverisë meksikane. Ndërkohë, autoritetet meksikane kanë bërë të ditur se kanë marrë kërkesa për ekstradim nga SBA, por i kanë konsideruar ato të pambështetura me prova të mjaftueshme. Prokuroria e Përgjithshme e Meksikës ka nisur një hetim të pavarur për të vendosur nëse do të ndërmerren masa ligjit vendas. Ky zhvillim pritet të rrisë tensionet mes dy vendeve dhe të ndikojë në bashkëpunimin e tyre në luftën kundër krimit të organizuar.